Dëmtimi nga poshtë karrexhatës i rrugës nacionale Burrel Klos në vendin e quajtur Suç vijon të jetë jashtë vëmendjes së firmës mirëmbajtëse dhe institucioneve përgjegjëse. Ndonse ky problem është bërë disa herë mediatik dhe zhvon në dieni autoriteti rrugor shqiptar, situata mbetet e njëjtë, madje më e degraduar për shkak të rreshjeve të fundit të shillt. Siç duket nga pamjet, zgavra nën asfalt sa vjen e zgjerohet, duke e bërë kalimin mbi të shumë të rrezikshëm, sidomos për automjetet e tonazhit të rënd. Një tjetër problem janë edhe barrierat metalike anësore, të cilat kanë mbetur totalisht në ajër dhe nuk mund të jenë mbrojtëse për makinat që mund të përplasin në të. Apeli banorëve të Suçit, por edhe drejtuesve të mjeteve ka rënë në vesh të shurdhër, teksa autoritetet nuk kanë reaguar ende apo nuk kanë marrë masa për riparimin e këtij dëmtimi. Gjendja nuk duket nga asfalti, por vetëm duke verifikuar nga poshtë. Kjo është rrezikshmëria më e lartë për drejtuesit e mjeteve që nuk e dinë problemin e kësaj rruge në kryqëzimin që të dërgon në fshatin Kurdari të Bashkisë Klos.